Come here 1 minute, please. Bajrami i Kosovës. Fjali e thot prekse. Larg vendlindjes, po jo larg njëri tjetrit. Traditjes për çdo bajram më mbledh kaca me pare. Kallzana kështu si fore. Sa jam mbledh. E me ditë ju jam, nëse se e pot më herët. Do të thonë jena në arenën e Leverkusenit, Gjermanisë. Një super bajram, një super fest. Po për këtë ditë shënumet muslimanëve, po ka bot këtu në këtë vend Gjermanisë. Për këti komuniteti shqiptar, kjo sallë do më thonë dhe t'i nxen vës spokos që shëniva një shifër 5.000 veta. Kannst du mich hören, mein Freund? Was haben Sie gesagt? Come here 1 minute, please. Okay, ich bin am Kommen. Wo bist du denn? In Arena Leverkusen atë shpithojnë kësoj. Lashkër, të më 2 thonë. minuta. Më thonë se neve na japin në përshtypje që këta halo nuk i din shenët, apo edhe këto shenë kanë ndryshu, dhe më thonë çfarë tipi që ta ruan halo gjuhën, po edhe fen. Unë ja bëj këto me geshtë edhe e din këta tjerë. Njëri vëllazë, take me zi që e puna për jorë se ke terra, vden? Op jeden Fall, direkt auf deine Position. Snella, vëllazë, din këta diçka. Mos rekot këto mledh diçka për xhami. Çfarë bëj mesëm? Që to për xhami, që to s'ka të mësesin centa me marrone. Hajde më shpejt se ja ka nis. Fal, kry. Jam edhe me njërin nga bashkëdhetarët tanë, këtë, për ajë baronë në sportit. Faleminderit edhe juve për hajrë. Qësh është ndjenja sot, këtë farë manifestim madhështor? Shumë mirë. I ka i të vjen? Na vim për Kumanove, më këto Leverkusen jene. Që sa vjetë jetë këtë? Leverkusen? Po? Unë që 53 vjetë. 53 vjetë. Më thonë se ka arru Shqipë në zakone dhe Jo, hiq asë në impët, asë mesat, asë gjemt, asë hiq. Shëgjemin ti? Uvesi. Mashallah. Hadi uroja bajramin atë në të Kosovës. Bajrami i Kosovës. Bajrami. Që këtu e kam një azhit ndërum, me thonë të leven, po. Selam aleikum e përhaj bajramit. Edhe juve përhajt gjithë botës musliman që ka janë. I kohaj ti? Jom i fshatit tradush një Makedonisë. Pi Macedonie? Po. Që do kjo organizim sot? Shumë i mirë, inshallah gjithmonë shkon që kështu. Atë ka morë molli për Macedoni, për Kosovë? Si jo. Gjithmonë. Po më në ves njëherë që kesh, o murë molli për atje, po grosia këtu po ma hek pak. Po çka me po, jeta qashtu është, jeta jonë. Thana po naset pak në sërat, Niva. Sërat. Për ajë bajrami. Faleminderit. Koj ti një? Tetovës. Ata gjibone më ataj. Ata më përhaj bajrami. Ekzosh Bajramin. Faleminderit. Ti koj ti? Unë jetë që Tetovës Qëllopekit, fshatit Qëllopek. Që sa vjetë jetoni këtu në Gjermani? Hiç më zvet. Ka morë molli për atje? 53. Ti? Unë 60, tërma. Në më thonë se ka arru Shqipen, jo? Për jo ma të parkëra Shqipen. Qështu do kemë organizim? Jo, këta këmë kanë me këtë, këmë pas shok punë. Njështë në punë. Shok dhe këk një? Po. Ua. E në kimi mbe që ashtë në sot nesër, në jërda është Bajrami me mbu këto, ke fëmin, ke nipit, ke shokët. Po për jam zuna dulë mos të pengoj. Vazhdojnë ju për hajnë, kohët? Që edhe një urim të veçantë për bashkëdhetarëve tonë. 1, 2, 3. Urim e Bajrami. Organizimi, qështu dok? Mirë e ka. E iknas? Po këna shumë janë, një mëllohë e njërëzit në kanë mledhe dhe kërë organizohë këtë punë. Ne kemi gjithë hazër, kemi arsi pletë që te. Na prunë në dhujshtu. Faleminderit, ju keni po mundime që keni ardhë, ju vë shpërblep zoti u dha shënet. Ameni shumë. Më rejni shumë heret. Përhaj Bajrami. Faleminderit gjithashtu. Nga i? Po në i Tetovës, po e lindur këtu në Gjermani. Qa, peti Tetovës. Këdo këtë Tetovë, pas ka morë të... Se di, hoxha më duket është i Kosovës. Qëra, gjëmatën kërë posh ka smire, disha që dhe hoxha është i mirë, po se disha që ka dhe Tetovës të shumë, avden? Vendi është këtu. Shtu do ka organizimi? A hera po që po ven këtë? Jo, më duket se 4 herë është, po bukur mirë, se me të vërtet kemi pas problem me sipërfaqen e xhamisë, po vendi këtu i përmbledh krejt muslimanët e këtij rajonit. Mashallah. Apo të vjen çdo vjet këtu me bo bajram?
Po unë jem këtu antar, jetoj këtu, jem antar i xhamisë, jetoj këtu në Kënd, dhe si zakonisht edhe Bajramet edhe premtet, xhumojat, festet që jemi këtu antar. Ç'është do ky organizim? Si gjithherë, ne nuk është për herë të parë këtu që bëjmë organizimin, këtu është hera e 4, është por edhe herave tjera, me rëndësi është që kaloj mirë dhe i marrim gjitha masat që me shku mirë. Dhe organizohen një numër i madh i njerëzve, secili prej këndit vetë dhe elhamdulillah Zotit i arrim qëllimin që dëshirojmë. Një qëllim e kanë të përbashkët, secili që vjen këtu më ndaj i kënaqur. Sepse kur zemra kënaqet edhe kur njeri vërtet është i lumtur dhe kur i shef në fytyrat e njerëzve që vinë dhe ta urojnë festën e Kurban Bajramit apo bajrami tjetër, kjo është dhe ku thojnë bravo i qoftë për të gjitha, e ka arrit qëllimin që ka dëshiruar. Andaj na kur vjen edhe festa e Bajramit, thuj se nuk flajmë fare atë natë, vetëm përgatitemi, secili në punën e vet që me kanë gati i përkrym. Dhe e dim sa vetë do të vinë, dhe në zakonisht është 4-5.000 veta. Allahu na bëft tillë që me kënar zemrat e tjerëve duke qenë vendurën e Zotit. Një fjali e thatë interesant dhe prekse, larg vendlindjes, po jo larg njëri tjetrit. Absolut, aty kam thonë edhe shumë fjali tjera, po megjithatë çto e mojta menon? Po fjali tjera kanë më tjerë të men, kjo është e mira, kështu që duhet patjetër vllai dashur me prek njerëzit në ndjenja, sepse ne vërtet nuk jemi në vendin tonë. Por kur jemi afër njëri tjetrit, ndije që mund të bëjmë shumë gjëra bashkërisht. Unë një çështje jo kam shpjeguar në xhami që ka shumë rëndësi të madhe. A thu, kam na marr Zotin përgjegjësi që kena çu vendin tonë. Dhe kjo është një pyetje e madhe. Dhe i kom thonë, inshallah, Zoti nuk na merr në pyetje për të na dënu dhe për të na qortu, vetëm që i kena marrë lidhjet me Zotin edhe pse i na largu prej vend ku na ka fal Zoti. Sepse kjo ka rëndësi shumë të madhe. Se Allahu kur na fal me në vend, nuk është e rastësishme. Sikur don me na thonë, çaty kur të kanë fal çaty rri. Por është e lejuar me lëviz njerëz në përbot, por edhe pse ne jemi larg vendlindjes, ne kemi dhënë besën Zotit. Kena më mundu në maksimum me rujt ato që Allahu na i ka fal duke na imponu, prej kombit, gjuhës, kulturës e gjërave tjera. Andaj, jemi të kënaqur dhe mundohemi me fanatizëm me rujt ato që është e jonja, duke respektu tjertë, ama duke komgullin ato që është e jona. Tash jam edhe me hoxhën që zonin si bilbil. Faleminderit. Urime ky fest. Faleminderit shumë, urime dhe juve, urime gjithë besimtarve. Allahu na pranov sakrificën. Allahu na pranov lutjet edhe Allahu na bekov gjithve. Ç'të do ky organizim? Mirë. Ke ndryshe? Mirë, elhamdulillah ka qenë mrekulli. Lusë Allahun e madhruar që ti kënaqur me ato që kemi vepru, që kemi adhuru dhe ju kemi lutë Zotit. Hoxham, tash çka? Tash ka shumë çka, por me rëndësi është që zakonisht na flasmi për vendeve ndryshme mirë, ama kur t'jemi te xhamia folmi edhe më mirë. Kështu që jo hala nuk keni pa ato për të cilët është bërë shkak që na jena mbledhur sot, kështu që nuk na nxen atje. Dëgjova që, domethënë, jena orë në rastin më të mirë, sepse është 40 vjetori i këtij komuniteti shqiptar në Gjermani. Të rastishme ka të njerëzit, të Zoti s'ka kur gjatë të rastishme. Andaj ju keni ardhur në jubileun e xhamisë, ju keni ardhur në vitin e jubileut, jo në ceremoninë që do të jenë fund vit, pra në 40 vjetorin e xhamisë, sepse kjo xhami është themeluar zyrtarisht në vitin 1986 dhe është xhamia e tretë shqiptare në Gjermani. Dhe elhamdulillah Zotit që shqiptarë këtu kanë bërë histori dhe 40 vjetori, vërtet për 40 vjet shumë e njerë ka kontribu. E ju keni me pas rastin disa me ndëgju sot, e disa kanë kalu për rahmet, ama te Zoti kur gjas harrohet. Andaj Zoti na bëf një ditë atyne që kanë pru këtë ditë, sepse unë jam i ri, unë gati jam mosh me xhamin që është bë, por është xhamia më e madhe shqiptare në Gjermani. Është xhamia me më shumë të antarë, është xhamia që ka xhamatin më shumë të si për Bajram, si për Xhuma, si për Taravia, si për evenimente të ndryshme dhe aktivitete të ndryshme. Kem afër 300 nxënësa, bëhet fjalë meshkuj dhe femra, të mëdhaj dhe të vegjël. Me rëndësi është që na nuk guxojmë. Absolut nuk guxojna me onal. Më thonë tash të piktyhet hade të këshyrëm si ka lind historia e këtij komunitetit mrekullueshëm. Në to qastet e Bajramit, E tash të jam këtë xhamin e bukur, jam edhe me një person shumë veçantë që ka qenë
këtë xhami 23 vite imam. Që do më thonë themeli kësaj xhamie është pikti njeriu e që është i nderumi Amir Gjeladini. Po, unë jam Amir Gjeladini, vi nga Tetova, për ndryshe kam të kryer medrese në Prishtinë, dhe pastaj kam vazhduar studimet në Al-Azhar në Kairo, dhe posa kam diplomuar në vitin 1996, këtu në Leverkusen është hapur vendi i punës për një imam të ardhshëm, dhe dëshira im asaj kohe ka qenë që unë dalë në Perëndim për të vazhduar të studioj shkencat ekonomike politike, pasi që kisha diplomuar në zhurnalistik dhe publicistik në Kairo, dhe dha Zoti që unë të punësohem në xhamin Mesjidi Aksa, ku kemi qenë në ato vite në objektin e vjetër në qendër të qytetit. Tash se këto, do më thonë histori, unë jam në atë vaktin më të mirën që ku marrë, jo rasisht, normal se për Allah nuk ka kuzhua rasishme, po kë komunitet shqiptar pi bën 40 vjetë, do më thonë qysh nga themelimi. Qysh më është me shpegu me pak fjallë këtë udhëtim, këtu në njerëzve të vullnetit mirë që kanë o deri këtu dhe atë organizim të mrekullueshëm. Po pasi që sot jemi edhe në festën e Kurban Bajramit, që fillimisht dëshiroj që uroj gjithë besimtarëve musliman shqiptar kudo që gjenden në vendlindjet tona, veçanti këtu në diasporë, gëzuar festën e Kurban Bajramit, dhe në pyetjen tënde do t'isha fokusuar pasi që Kurbani është një sakrificë që ndërlidhet me Ibrahimin dhe Ismailin a.s. Unë me rastin e 40 vjetorit do kisha sugjeru që sa do pak të koncentrohemi në sakrificën e babalarve tonë, të gjeneratës së parë, të cilët kanë dalë në gurbet, ku në Leverkusen figurojnë migrantët e parë shqiptarë në vitin 1964, dhe pastaj me shumic do të vinë në vitin 1968, që si vjetë bëhen plot 58 vite diasporë shqiptare në Leverkusen. Ti analizoj shqiptarët në Leverkusen sot dhe mbrenda 40 viteve, gjithsesisht të kthehesh në vitin 64 apo në vitin 68 dhe më pas në vitin 71, është një rrugtim me plot sfida, është një rrugtim me një sakrificë e cila në bazë dhe në esencë i përngjan vetë sakrificës e Ibrahimit a.s. Këta babalarët tonë, vëllezërit tonë të mëdhej, sakrifikuan gjithçka për të ndërtuar, për të ngritur një ekonomi familjare paksa më të shëndosh në vendlindjet tona, pasi që pas luftës së dytë botërore ekzistonte një ekonomi shumë e dobët dhe familjes shqiptare luftonin për ekzistencë. Këto 40 vite të komunitetit shqiptar këtu në Leverkusen shënojnë veprimtari të shumta, pasi që ndërmjet i kemi patur edhe luftat në vendlindje, sikurse që kemi pasur luftën në Kosovë, pastaj luftën në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc, e më pastaj edhe luftën në Maqedoni. Ky komunitet ka sakrifiku nga kafshata e gojës në mënyrë që të marrë pjesë në veprimtarinë e cila kërkohej në atë kohë. Jo vetëm në aspektin social, moral, por edhe në aspektin praktik, pra djemë tonë ka qenë ata cilët edhe në fushë betej kanë marrë pjesë. Qa ju mungan, tash, qka ju mungan këti gjemati ma shumë? Po, gjemati tonë, për momentin, thuaj se do t'ju kishin munguar ca kuadro në disa vija të posaçme të integrimit ton të mirëfillt në shoqërinë gjermane këtu në Leverkusen. Është për të habitur
se pas 60 viteve diaspor shqiptare këtu në Leverkusen, kemi studentin e parë, i cili është i lindur në këtë qytet, e i cili studion mjekësin këtu në Universitetin e Kölnit, dhe po i njëjti është edhe hafiz i Kuranit, i cili konsiderohet si hafizi i parë, i cili ka dal nga kjo xhami, nga ky komunitet. Ajo që dua të veçoj është se neve na mungojnë kuadro, si për shembull në fushën e ginekologjisë. Ne akoma nuk kemi një motër e cila do studionte ginekologjin dhe ku më pastaj vajzat tona, gratë tona do të ishin në dorë më të sigurta për problemet e tyre. Kemi mungesa edhe në fushat të tjera, por krahasu me vitet e 60-ta, me vitet e 70-ta, ne tani jemi një komunitet shumë i përparuar në gjitha sferat. Ne kemi arsimtar, kemi profesor, kemi mjek, kemi biznismen shumë të shkëlqyer, të cilët janë të gatshëm gjithmonë të ndihmojnë komunitetin dhe kështu nga dita në ditë zhvillohemi në të gjitha sferat. Këtu në xhami poshtë në bibliotekë kemi një kënd të posaçëm ku aty i të bojmë punimet shkencore të vajzave dhe djemve tonë të cilët kanë lindur këtu. Pra, për momentin kemi diku afër 100 punime shkencore, duke fillu nga punimi i masterit apo promovime të komunitetit të bijave dhe të djemve tonë të lindur këtu në Gjermani. Pra, shembuj ka plot, por gjithmonë, sikurse edhe në vendlinje që na mungojnë kuadra në fushat të caktuara, edhe ne këtu na mungojnë kuadra nga vetë komuniteti, jo për qëllimin se ne kemi ngecje, po për qëllimin që të integrohemi edhe më tepër, nga se ka kaluar koha kur shqiptarët janë integruar me diçka anësore, tani duhet të integrohemi me diçka e cila është shkencore kështu me radhë. Tash, do të merrem me disa nga organizatorët e atij manifestimi. Unë ty po të lora atë, hoxha nejti veç hotri meje. Më thonë se puna e musafirit, ndoshte më na nëru, më na tregu një pjesë të historisë, kështu që na po të lora atë se kime shku në atë familja me bajram, na vazhdojna me organizatorët tjerë. Tash po vazhdojna me antarë tjerë të kësaj xhamie të kontribus. Këtë ras jam me një person shumë veçantë, është kryetari i xhamisë. Qysh është ndjenja me kon kryetari i xhamisë Al-Aqsa këtu, domethënë kjo xhami historike që ka bo bujt madhe domethënë këtë Gjermaninë, kudo që ka shqiptar. Por mua është kënaqësi për xhamati që e kena të mrekullueshëm, që më ka zgjedh mua si kryetar të xhamisë këtu, përveç se përgjegjësia është edhe nder, që jam kryetari i kësaj xhamie. Ndihem shumë i kënaqur me xhamatin ton, që është një xhamat shumë i mrekullueshëm edhe shumë kontribues në këtë xhaminë ton. Unë e posh atë që ti përveç se je vetë edhe familjarët i kishe përfshi djalin energjik. Elhamdulillah, edhe djalin që e kam është një kraj gjathë i jemi edhe i xhamisë edhe i këtë xhamatit, që njeh këtë xhamati i Leverkusenit. Ato e pom, do më thonë, një traditjesh për çdo bajram më mbledh kaca me pare. Atë kallëzana kështu si fore, sa e mbledh? Këtu na s'po flasme për shifra, po flasme për një xhamat të mrekullueshëm që janë sa herë kontribues të kësaj xhamie. A ke vështirë me marr lejen, do më thonë, në atë arenë, e që është arenë shumë e rëndësishme, është historike e Bayer Leverkusenit. Qysh arritet me mi bo për veti këta njerëz, një shtetit huj, do më thonë që me kom për krasë solidarizues ndaj këtij projektit ju. Unë punoj të Bayer Leverkuseni, edhe në basë shoqënisë edhe kontakte që e kam aty, na kanë mundësuar që me marrë këtë arenë, aty ku e falëm sot bajramin. Çdo bajram ti je këtu? Çdo bajram jam këtu, prezent. Atë kon zemra me kon vendlindje? Po sa herë na zemrën e kina atje, mend e kina atje, trupin atje, po edhe këtu unë ndihem sikur më kon atje. Besoj edhe për mu keni bajram ke ndryshe, e me sto po du më përmbyll, po ngrosin që më dhe në këta njerëz të mirë, më thonë, thjesht mëngesa ke
Manëresh. Zoti ju shpërbleft për mikpritjen. Edhe juve Inshallah, presim shumë bajrama bashk, e herën tjetër vini të na ju. A të do këllodhja sot me këtë organizim? Hjove, gjalleri, kulovat. Mashallah. Më thonë, le tjetë shamu për juve të rive që shpunon një i ri për xhami. Le tjetë një shamu dhe i mirë. Allah të kult. Amin inshallah edhe juve.